falënderimet qofshin për Allahun, salavatet dhe selamet më të përzemërta qofshin mbi vulën e profetëve, Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij eminent dhe besnik, dhe mbarët ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit, ku elusim të madhnueshmin Allah të na bëjë prej tyre. Unë dalëm pak në herën e kaluar në disa prej sfidave dhe metodave që përdorën idhujtarët për të ndaluar thirrjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thirrjen e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Dhe them që të gjitha ata ishin metoda miqësore, pra u ndalëm vetëm tek metodat miqësore. Vazhdojmë sonte me metoda të tjera, duke parë që dështuan një nga një metodat e tyre, nuk hiqnin dorë. Pra ishin njerëz vendosur dhe nuk hiqnin dorë. Dhe filluan të përdorin metodën e akraballëkut ose ushtrimin e presionit nga të afërmit. Me në krye Ebu Xhehlin, i cili i kapte me radhë njerëzit të cilët kishin njerëz të tyre që kishin pranuar Islamin dhe i drejtohenin, Allahu shpërblet. Dhe i drejtohenin atyre nëpërmjet presioneve që duhet ta ndalnin filanin për shembull nga Islami, të cilin e ka përqafuar. Metodat të tilla kemi si rastin e Saad ibn Abi Waqqasit radhiyallahu anhu, sahabiu i nderuar, i cili tregon se nëna e tij, shikoni se ku vjen presioni, ke njeriu më i afërt, se nëna e tij i betohet Saadit dhe i thotë, dhe ishte shumë i lidhur me nënën, thotë: "O Saad, as nuk do të ha, as nuk do të pi, as nuk do të lahem, as nuk do të parfumosem, për sa kohë që ti je pjesë e kësaj feje dhe këtij besimi." Dhe deri këtu mbetet presion. Mirë po nëna që është e vërteta e vazhdoi ta bëj realitet diçka të tillë. Pasi kaluan thot disa ditë pa ngrënë papir, i drejtohet Saadi nënës tij dhe i thotë: "Oj nëna ime, ti e din dashurinë e madhe që kam për ty. Por dashuria që kam për ty nuk është mbi dashurinë që kam për Allahun dhe për fenë e tij. Pra jam i vetëdijshëm me pasimin e kësaj feje. Pra nuk është se jam futur kuturun këtë fe. Nuk jam se jam futur në këtë fe se s'kam pas se çfarë të bëj, por jam futur në këtë fe me bindje të plotë. Dhe bindja e plotë, domethënë që e kam unë në këtë fe, në Allahun xhel xhelalu, më bën mu të them ty, të dua fort, mos e mundo veten tënde se vallahi do nuk kam për të kthy edhe sikur me të paqe jetu vdek." Pra shikoni se çfarë vendosmërie. Sfidat, torturat, presionet e ndryshme, muslimanin duhet ta bëjnë më të fortë në qëndrueshmërinë e tij. Pra ai është në hak. Dhe përderisa është në hak, domethënë nuk duhet i tundohet asgjë, dhe nuk duhet të trembet për asgjë. Nuk duhet të mbizotërojnë në zemrën e tij vetëm se dashuria për Allahun subhanahu wa taala. Oj nëna ime, thotë, të dua ty ashtu siç e din ti, domethënë dashurinë që kam, por deri këtu. Dhe pasi kaluan thot disa ditë dhe ëma e pa që me të vërtetë domethënë nuk kthen Saadi, ju kthye jetës normale. Rast tjetër është sahabiu nderuar Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair është i shuar në mesin e sahabëve ose në mesin e Mekës, le të them ndryshe, se ishte njeriu që jetonte jetën më luks. Përsa i përket, jetonte me nënën, ishte i vetëm për nënën e tij. Përsa i përket rrobave të tij, ëma ja porosiste nga Jemeni. Domethënë siç kemi në ditët tona sot për shembull firmato, firmat e shuara, dhe ata kishin domethënë Jemenin për copat që prodhonin rrobat e tyre. Ndaj rrobat ja sillte nga Jemeni, parfumin ja blente në Sham ose në Damask. Pra as aty jo, po në Damask. Deshi Allahu xhelle xhelalu dhe ja hapi zemrën këtij njeriu për ta pranuar Islamin. Do të ishte pikërisht nëna, domethënë, por me nxitjen e këtyre kurëshitëve të tjerë, me nxitjen e idhujtarëve, jo nga vetja, do të ishte pikërisht nëna e cila ja pret të gjitha të ardhurat. Imagjinoni nderuarit e mi, domethënë një person i cili jeton në mirësi të madhe dhe vjen një çast të ndërpriten të gjitha. Është e vështirë. Ose mendoni si diçka të lehtë.
Ne shohim edhe në ditët tona moderne, domethënë njerëz të cilët i futen islamit, por i futen në paqartësi të shkretit dhe nxitohen veprimet e tyre. Pra për momentin ai e braktis jetën e luksit, të ardhurat e cilës i kanë ndërtuar nga harami ose të paktën nga njohqërsia e halallit, dhe për momentin i braktis, mirëpo Islami është kundër veprimeve emocionale. Dhe këtij njeriu duhet me i ndet afër që ky të reflektoj, jo thjesht me mbështet në atë emocionin e tij. Dhe shef pas një farë kohë nuk e përballon dot trysninë e jetës, nuk e përballon dot atë ndryshimin e madh që këtij i ndodh dhe bën hapa pasërish. Mus'ab ibn Umair ishte i tillë i cili ishte i vendosur. Nëna e tij ndërpret domethënë të gjitha të ardhurat, të gjithë jetën e luksit që ai jetonte, dhe sikur mos mjaftonte, e dëbonte nga shtëpia. Mirë për Mus'ab ibn Umair, vetëm se do të bëhet më i fortë në Islam. Ai do të jetë njeriu i parë të cilin e ka dërguar pejgamberi alayhi salatu wasalam si përfaqësuesin e tij në Medinë për të mësuar njerëzve fenë Allahu xhalla xhelalu, sikurse do të vijë në të ardhmen inshallah kur të arrijmë tek emigrimi i pejgamberit, do të jetë njeriu i parë i cili ka falur xhuman përpara Rasulullahit, dhe është ai i cili i ka mbledhur domethënë për të falur xhuman. Pra, nisën torturat, nisën pikërisht nga njerëzit më të afërt. Vim tani tek pejgamberi alayhi salatu wasalam. Normalisht kur themi disa fragmente nga jeta e disa personave, dhe deri këtu jemi akoma domethënë me ato metodat paqësore, sepse janë metodat familjare, metoda paqësore deri këtu. Pra dikush do thojë, është duke dëbu nga shtëpia, çfarë metode paqësore është kjo? Po sepse do të kemi rastin e Bilalit që do ta përmendim, kemi rastin e Ammar ibn Yasit që do ta përmendim, që nuk kanë të krahasuar me këto raste. Kemi rastin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili të dyja vajzat e tij, Ruqayya dhe Kulthum, i kishte të fejuara, dhe presioni i parë pejgamberit alayhi salatu wasalam i vjen duke urdhëruar Abu Lehebi, bijtë e tij, ndajini vajzat e profetit, ndajini vajzat e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk kishte se si të ndalej në rrugën e tij, sepse kjo ishte rruga e Allahut. Ai që thotë Allahu xhalla xhelalu kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man tabani. Thotë thuaj, kjo është rruga ime. Ftojmë të me qartësi të plot, unë dhe ai që më pason mua. I lartësuar qoftë Allahu, unë nuk jam prej të devijuarve. Pra ky ishte misioni i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Nuk u mjaftuan me kaq. Profetin alayhi salatu wasalam nisën ta dhunonin edhe fizikisht. Nuk lanë metodë pa përdorur. Jamil, që ishte nusja e xhaxhait tij, për cilin Zoti me madhënit vet do të zbresi surën Tabbat yada abi lahabi wa tab, ku ajo do të jetë pjesë e kësaj sure, domethënë. Nuk la metodë pa përdorur kundra pejgamberit alayhi salatu wasalam. Merte ferrat dhe i hidhte në rrugë, shante, ofendonte, kudo që t'i jepej mundësia asaj. Kjo nuk e ndaloi pejgamberin alayhi salatu wasalam. Jo vetëm në publik, por kemi raste të tjera kur pejgamberi alayhi salatu wasalam thot falej në oborrin e shtëpisë tij, pra duke qenë se shtëpitë ishin private normalisht, falej në oborrin e shtëpisë tij, thot dhe zakonisht ruante që falej nën ndonjë gur ose nën ndonjë stre, sepse çfarë bënin? Shkonin dhe i hidhin plëncat e baktive, pra synonin t'ia hidhnin kokës, domethënë. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam synonte të falej nën këto streha, mundësisht domethënë që të mos e cënonin të paktën gjatë kohës që ai falej. Nis kjo metodë duke avancuar. Pra, pavarësisht se kemi të bëjmë domethënë me cënim të dërguarit Zotit dhe shokëve të tij, nis metoda më avancuar. Metoda më avancuar është kur nisin dhe i kërkojnë pejgamberit alayhi salatu wassalam mrekulli. Dhe jo mrekulli do si do. Por i kërkojnë të dërguarit Zotit na e ndaj hënën dysh. Çfarë duhet kuptojmë një herë nga kërkimi i mrekullive? E para herë kjo është për profetët.
Nuk mundet njeriu I thjesht tani të pranojë thon ndryshe sfida të tilla, sepse mrekullit janë për profetët. Dhe profeti kur I pranon me urdhër prej Allahut, edhe profeti pra vet nuk I pranon nga vetja këto sfida. I kërkuan ndaje hënën ndysh. Ju lut Allahu xhelle xhelalu dhe ka ndodhur ajo që quhet ndryshe, ndarja e hënës në dysh. Ai që është gatu subhanallahu për të keqen, me I pru jo një argument që ta shohim me sy, po 1 milion argumente me ja sjell. Ai vazhdon rrugën e vet, sepse që kur e ka kërkuar këtë mrekulli, ç'është e vërtetë nuk e ka kërkuar, domethënë në kuadër të pranimit ose të drejtësisë. Domethënë nuk është I drejtë tek vetja. Ndan pejgamberi me urdhër të Zotit dhe me lejen e Allahut hënën ndysh, thonë na ka bërë magji. Ata të cilët ishin ndër më të sinqertët e tyre, kërkuan një hap të dytë, një provë të dytë. Thënë le të pyesim ata të cilët vinë nga larg, sepse po të ketë qenë magji na ka zënë neve këtu. Pa nuk do zejt gjithë botën tani. Pra u nda hëna njëra një qoshe të malit dhe tjetra një qoshe tjetër. Sot e ketë vërtetuar shkencërisht. Nuk ka nevojë feja Allahut për të vërtetuar shkenca. Edhe kur I themi këto që sot është e vërtetuar shkencërisht apo nuk është, thjesht kështu për të shujt kuriozitet, se s'ka nevojë feja Allahut, domethënë për të na vërtetuar tashmë shpikjet njerëzore. Se shpikja njerëzore herë gabo, herë ja qello. Kurse pra ne themi diçka që ka ardhur nga Allahu, dhe ajo që ka ardhur nga Allahu dhe ka ardhur nga I dërguari I Allahut, qëndron mbi shpikjet njerëzore. Sot është e vërtetuar shkencërisht se hëna rezulton, pra në bazë studimeve, të jetë ndarë në dysh. Të jetë ndarë. Ata nisin dhe argumentojnë me format e tyre, jo aksident, jo ku të diun, gjëra të kësaj natyre, nuk është kjo tema jonë. Në historinë e Islamit e kemi që u nda hëna në dysh. I kërkuan pra pejgamberit alayhis salam për të vërtetuar diçka të tillë, të pyesim ata që janë nga larg. Dhe kur erdhën dhe ata të cilët ishin nga larg, vërtetuan të njëjtën gjë. Pra kishin parë 2 hëna të ndryshe. Kishin parë 2 hëna. Prap vazhduan me idhujtarinë e tyre, vazhduan me pabesinë e tyre. Vazhduan me refuzimin e fesë së Allahut. Kalojmë një fazë tjetër, që është faza e injorimit. Faza e injorimit çfarë nënkupton? Duhet keni parasysh nderuarit e mi se historia përsërit vetveten gjatë gjithë kohës së saj. Që do të thotë që këto metoda do t'i gjesh që përsëriten vazhdimisht, edhe pse ne domethënë u mbyll profecia me pejgamberin alayhis salam. Profeti sallallahu alaihi wasallam u garantonte ose u premtonte idhtarëve të tij se ai I cili I dorëzohet atij në besim, pra se dëshmon se s'ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi alayhis salam është rob dhe I dërguari I tij, u garantonte atyre xhenetin, ka gjë më të madhe se sa xhenetin, por sërish u premtonte në dynja se do të jeni sundimtar. Mirë, po ç'është e vërteta, ata të cilët e pasuan më shumë të fillimet e veta të dërguarin e Zotit ishin njerëzit e një kategorie të dobët, pra që nuk kishin ndonjë peshë të madhe në shoqëri. Dhe çfarë thonin paria e Mekës, duke qenë se jetonin me atë madhështinë e tyre, çfarë thonin pra kur kalonin këto, thonë ja, jam mbretërit e ardhshëm. Talleni. Jam mbretërit e ardhshëm. Pra që po ju gënjen juve profeti alayhis salam, po ju gënjen I dërguari Muhamedi, thonë ato, po ne themi I dërguari I Zotit, po ju gënjen dhe po ju premton diçka që s'ka se si të jetë. A ishte? Patjetër që ishte. Patjetër që ishte. Profeti alayhis salam vazhdonte sërish në këtë fazë vetëm duke ftuar në fenë e Allahut dhe asesi duke u marrë domethënë me fjalët e tyre. Që do të thotë që njët I nderuari im në atë fazë, në atë që ti ndjek, shpesh herë është më e mirë të mos replikosh, pra kur dikush nis dhe të sulmon apo hedh akuza, hedh vrerë ndaj teje, ndaj fesë, besimit të cilin ti bart në zemrën tënde me sinqeritetin më të madh, ndoshta metoda më e duhur herë do të jetë heshtja.
Përgjigja më e mirë për këta njerëz në të shumtën e rasteve do të jetë heshtja. Mos më kthy përgjigje. Ashtu siç thot Allahu, thuaj, vdisnin mllëfin tuaj. Sepse shpesh herë këto provokime dhe këto ndodhin edhe sot. Ne jemi të gjithë dëshmitarë, domethënë që kur dikush synon të cënoj fenë dhe besimin tënd, një ndër bazat më kryesore të fesë dhe të besimit që është ringjallja, çfarë thotë? Thotë kush shkoi atje dhe u kthy. Është realitet. Të rish tani të humbasësh jetën tënde me këtë person se kush shkoi atje dhe u kthy dhe të bindesh, ky nuk don të bindet. Kurse ky don të bindet. Normalisht kjo ndryshon nga njeriu në njeri, mos e merrni si të mirëqen me të gjithë njerëzit, jo. Po kur e shef që ai është i vendosur në të veten dhe çfarëdo që ti të flasësh, ai realisht nuk don me dëgju. Domethënë, ai të dëgjon ty thjesht sa për të thënë fjalët e tija, pretendimet e tija. Edhe ti thu, po, a ka që kishe për të thonë? Po shumë mirë, i the. Por po e patë merakun thjesht për t'i thonë, thuj gjërat. Por nëse merakun e ke pastaj për të sqaruar diçka, këtij personi i kushtohet kohë, i kushtohet vëmendje dhe gjithçka me radhë. Pra shpesh herë heshtja dhe kështu ndodhet edhe me pejgamberin alayhis salam. Ata tallenin ndërsa pejgamberi alayhis salam, domethënë, nuk merrej me talljet e tyre. Kur i thonin të dërguarit Zotit, o Muhammed, ati thu, domethënë kapnin kocka që Zoti yt këto eshtrat do t'i veshi sërish me mish, do t'i ringjalli, domethënë, dhe t'i kthej edhe një herë tjetër në jetë, po thonë pejgamberi. Nuk merrte më shumë se sa kaq. Pra ata qeshnin, ndërsa pejgamberi alayhis salam fliste me bindjen e tij. Dhe vim në çastin e torturave. Çasti i torturave është një ndër çastet më të vështira në historinë e pejgamberit alayhis salam, arsyeja, sepse ti sheh se si i thtarët e tu torturohen. Dhe nuk ke mundësi ose nuk ke urdhër hyjnor realisht që të reagojsh ndaj kësaj torture. Më shumë që ti mund të bësh, domethënë, është t'u japësh kurajo, ashtu siç ndodhi me pejgamberin alayhis salam. Vim si rasti i Khabbab ibn al-Arat. Khabbab ibn al-Arat, Allahu qoftë i kënaqur me të, e lidhnin prej flokësh me litar, pra ishte zakoni që burrat i marrin flokët e gjata. Pa i që s'kishe flokë, i që s'kishte, po flasin ato që i kishin. Ato që i kishin i marrin flokët e gjata. Dhe lidhnin për flokësh Khabbab ibn al-Arat dhe tërhiqnin zvarr rrugëve të Mekës, u jepnin djelmoshave, çunave të ri, që merrnin dhe tërhiqenin zvarr. Prej flokësh, domethënë. Më pas thot ndiznin zjarr dhe kur u bënte prush e vendosnin me shpinë aty. Dhe shpërcihet se ata të cilët kanë jetuar me Khabbab ibn al-Arat, thot se Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu, thot e kishte shpinën ose në trupin e tij ishte jo shenja, po gropa nga plagët që kishte kriju, domethënë, në djegurat to. Nga plagët e shumta që kishte krijuar e djegurat, domethënë, e kishte trupin në atë formë të tillë. Familja Ammar ibn Yasir, nëna e tij Sumejet binti Khayyat, dhe Ammari njëkohësisht, një familje e tëra, sepse nisi tashmë organizimi si bëhej. Për ata të cilët vinin nga familje të majtshme, familje të mëdha, urdhri nga Ebu Xehli me shok ishte të torturoheni nga familjarët e vet. Pra gjithë secili të torturojë familjarin e tij. Këta të cilët nuk kishin mbështetje, ose në rast tjetër për shembull, sepse rasti i Ammar ibn Yasir nuk është se ka qenë skllav, por ishin të pafuqishëm, ishin domethënë njerëz pa peshë, pa reputacion në atë shoqërinë e asaj kohe, pra lipsejt kishin mbështetjen e dikujt. Mbështetjen e dikujt tjetër, domethënë për të jetuar një shoqëri të vështirë siç ishte shoqëria e Mekës së asaj kohe. Dhe si rasti i këtij i merrnin me radhë, domethënë duke i torturuar sipas dëshirës së tyre. Dhe Sumeje binti Khayyat do të jetë zonja e parë dhe njeriu i parë, dëshmorja e parë në Islam, të
të cilin e ka vrarë domethënë Ebu Xehli. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kalonte pranë tyre teksa i shihte të torturohenin, çfarë vepronte? Thonte sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul janna. Bëni durim o ju familja e Yasirit se takimi jon i radhës do të jetë xheneti. Pra torturë do ta përjetojsh atë torturë. Pas kësaj çfarë do të ndodhi? Ai që do të ndodhi pas kësaj, domethënë, inshallah për atë që Zoti më vnit vetë nxjerr të durueshëm, shpërblimi tek Zoti i gjithësisë. Pra, do kaloj kjo, edhe kjo fazë do kaloj. Dhe kjo fazë të nderuarit e mi, për atë që them që historia përsërit vetveten e ka përsërit dhe do ta përsërisi. Edhe në këtë vend ku ne jetojmë. Unë mund të jap një shembull konkret, një ndër dietarët e këtyre visteve është dhe i nderuari Hafiz Mustafa Varoshi, rahmeti pas shpirti. Mustafa Varoshi ka qenë mufti i Durrësit dhe kryebashkiak i Durrësit në të njëjtën kohë. Në periudhën e komunizmit, si një person tepër i arsimuar, Mustafa Varoshi aso kohë, pra tregohet për të se i zotronte 8 gjuhë të huaja. 8 gjuhë të huaja. Pra krahas faktit që ishte njeri i fesë, krahas faktit që ishte një njeri në shërbim administrativ, por ishte edhe një dietar i Zotit, domethënë poliglot. Komunizmin e ftoi të bashkëpunonin dhe ajo që përcillet drejt dhe sakt për i tij është që komunizmi dhe Islami janë dy gjëra të kundërta. Si mundem të bashkëpunojnë? Pra, komunistët kur erdhën fillim pushtet, kishin nevojë për këta njerëz të arsimuar. Siç ndodh në çdo pushtet. Pushteti, domethënë për sa kohë ka nevojë për ty, nderon. Kur marron nevoja për ty, je si ato letrat që syn më në punë. E ke marrë procesin tënd, o Zot, mos na bëj prej atyre letrave. Na bëj prej atyre të cilët janë dobishëm për fenë, për vatanin, për shoqërinë. Sa janë gjallë, po dhe kur vdesin, lejnë shembullin e tyre të mirë. Duke qenë se nuk pranoi të bashkëpunonte, normalisht që u burgos. Dhe nga torturat që përcillen për këtë zotnit nderuam në burg, aso kohë është se Hafizi, për atë që dëshiron të shohë, domethënë e keni edhe tek libri që ka botuar Komuniteti Musliman 100 personalitete fetare islame, por mund ta kërkoni edhe në internet dhe ju del domethënë një foto e rrallë e tij me mjekër të madhe, me goxha mjekër të madhe. Thotë e fusnin në ujë me fekale, pra në ujërat e zeza, kur vinte koha e namazit, do deri këtu. Qëllimisht. Dhe e lenin aty për kohë me radhë, për kohë gjatë. Dhe Hafizi që aty falej. Thotë dhe më pas shkonin dhe i thonin: "O Hafiz, po a nuk është nga kushtet e namazit që pastërtia e trupit dhe e vendit ku falesh?" Thonte: "Unë jam këtu për këtë namaz, për këtë besim, për këtë fe, dhe ju doni me më tregu mu rregullat e fesë time?" Duke mos u ngopur me sa vepruan me këtë njeri të nderuar dhe shumë të tjerë, por e sjell si shembull se si historia përsërit veten, Duke mos u ngopur, thotë, në fund fare ja vendosën mjegrën e tij të madhe, ja vendosur në allçi. Dhe kur ngriu, thotë, ja shkulën të tërën me një herë. Normalisht ne nuk themi se besimtarët janë njerëz që nuk ndjen dhimbje. Janë prej mishi, prej shpirtit, patjetër. Thotë dhe nisi të lotonte, domethënë, por mundësisht pa ofshuar, pra pa thonë of nga dhimbja e madhe. Thotë dhe ai që e tregon një ndër nxënësit e tij ose një ndër shoqëruesit e tij që ka qenë bashkë me të në burg, thotë nisa të mallkoj. Dhe kur nisa të mallkoj, domethënë këta njerëz, ai më thonte o bir, një vdekje o kjo. Pra do ta përjetojmë ato që na ka shkruajtur Allahu xhelle xhelalu. Një vdekje është. E pasi ta përjetojmë, do të marrim edhe shpërblimin inshallah që na ka premtuar i madhnueshmi Allah, por ti mos i gëzo komunistët, mos i bëjmë qejf. Ke parasysh në rrugën e mi, këto janë metoda kafshërore, sepse nuk mund të jenë asesi njerëzore, le të jetë edhe njeri i pa fe. Një person i cili është në rangun e njeriut, ore me pa një mace, një kotele, me pa në rrugë, prave ka një lloj ndjenje për to, ka një lloj dëmshurie për to.
Komunizmi çfarë bëri në këtë vend? Që ne vuajmë pasojë dhe jetojmë sot e kësaj dite dhe ndoshta do jetojmë edhe kohë të gjata me tilla pasoja. E çnjerëzoi njeriu, i hoqi njeriu gjën më kryesore që ishte mshira. Njeriu në vetveten e tij e ka të instaluar prej Allahut xhelle xhelalu mshirën. Komunizmi kërkoi ta zhvesh nga kjo lloj mshire. Do thënë njeriu fillon të mos e shitet si asgjë tjetër, thjesht si ndoshta kafsha do të kishte edhe më shumë peshë, ndoshta. Vetëm në vende komuniste siç u shndrua Shqipëria, do të gjeje të vegjël ose të ri, të cilët dëfrehenin duke mbyt një kafsh. Vetëm në vendet njerëzore që nuk ka besim, mund gjesh merre macën thot bashkë me klysh të futën me një thes me gur ose vari gur për qafe për shembull edhe myte. Po pse më çat ka bë? Sot ke plot organizata të cilat janë ndërtuar për mbrojtjet e drejtave të kafshëve. Në një vend ku nuk ka besim dhe nuk ka asnjë njerëzillik, se mund të mos ketë besim, po të paktën ka njerëzillik, ëh? Ndryshe nga shoqëria që ishte atëherë, nuk mund të dëfrehet me torturat e tjetrit më. Në Mekë filluan të dëfreheshin me torturat e tjerëve. Çfarë kish bë Bilal el-Habashi, Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, që të përjetonte tortura të tilla? Pra e lidhnin, e tërhiqnin zvarr gjithë rrugëve të Mekës, dhe kur jemi të fol gjithë rrugëve të Mekës, jemi të fol për të nxehtin e madh. E lente ditë pa ngrënë Umejet ibn Khalaf, dhe kur vinte puna, pasi e lente dhe ditë pa ngrënë, i thonte thuj u'lu Hubel, i lartësui qoftë Hubeli, një ndër idhujt që kishin ata, ndër idhujt e mëdhej. Ndërsa Bilali, i cili përsërisë vazhdimisht ahadun ahad, një dhe vetëm një. Dhe ka qenë një shprehje e Bilalit kjo që e ka pas përsërit gjatë gjithë jetës tij. Dhe kur e kanë pyetur Bilalin se pse e përsërit ahadun ahad, domethënë ndërkohë që ka dhikre të tjera, ka thënë sepse kjo më kujton kohët e arta. Kaloi kjo periudha pra e vuajtjeve. Kaloi gjitha kjo periudhë e vuajtjeve kaloi. Erdhi periudha e krenarisë, e shijimit të fesë, e përcjelljes së mesazhit të lirshëm, e adhurimit të Allahut. Dhe mbeten këto thjesht kujtime, kështu është dhe jeta jote dhe imi, o Allah. Një jetë do të përballesh me sfida të ndryshme, por do të vijë një çast që do të mbeten kujtime dhe të ngelin kujtime të mira, më mirë se sa të ngelin zhgënjime. Dhe vjen çasti që Bilali, domethënë, duke mos u mjaftuar me torturat e shumta, fillonin dhe i vinin në trupin e tij, domethënë, i vinin dhe gur të mëdhej, deri dhe thon ndryshe shkëmbir. Domethënë, po jo shkëmbit të mëdhej, po gur të mëdhej. Këtu ndërhyn Abu Bekri radhiyallahu anhu dhe kërkon ta blej ose t'i blej lirin këtij njeriu. Umejet ibn Khalaf thot merr çam duhet më. Nuk i donte këtij, por Bilali, i cili adhuronte Allahun, ju donte Zotit gjithësisë. Do të ishte muezini i pejgamberit në dynja, pra numri 2. Do të ishte muezini i pejgamberit në dynja, për qenë shoqëruesi i pejgamberit në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. E nisën dhe procedurën e torturave të shumta dhe panë që nuk ja dolën. Atëherë i propozojnë pejgamberit alayhi salatu wassalam një diçka tjetër. I propozojnë Resulullahit sallallahu alaihi wasallam dy propozime. I pari ishte që ti adhuro disa nga idhujt tanë dhe ne adhurojmë Zotin tënd. Dhe e dyta, një vit adhuro ti tanët dhe një vit adhurojmë ne Zotin tënd. Ofertë, pra, merri ofertë. Çfarë duhet ky person? Pse mos ka thënë gjë njëri se domethënë pejgamberi alayhi salatu wasalam ka luftuar për përshtuar numrat mesin e muslimanëve. Nuk i interesojnë njeriu domethënë këto numra. Mund të jetë një vetëm mund të jetë, po është i hajrit, ja vlen. Vallahi vlen më shumë se e gjithë dynjaja. I thot Musa alayhi salam Zotit gjithësisë: O Zoti im,
mëso më mua një fjalë ose një dhikër me cilin mund të përmend ty, dhe kjo është e posaçme për mua, e veçantë për mua. Thotë o Musa, thuaj la ilaha illallah. Thotë o Zot, të gjithë robërit e tu e thonë këtë, pra të gjithë robërit e tu besimtarë është qëllimi, a kupton? Të gjithë robërit e tu e thonë këtë. Thotë o Musa, law anna samawati as-sab'i wal ardin fi kifatin, sikur 7 palqije e tokë të vendosen në njërën anë të peshores, dhe fjala la ilaha illallah të vendosen në anën tjetër, la wazanat bihinna la ilaha illallah, do të peshoj më shumë fjala la ilaha illallah. Kjo vlen edhe për bartësin e saj. Edhe ai që e bart këtë fjalë, që e beson këtë fjalë, të njëjtën peshka, o vëlla im, ndaj një musliman i vetëm me gabimet që mund të ketë, sepse ne nuk kemi thënë që muslimani është i pagabueshëm, patjetër është krijesë e gabueshme. Por që e bart besimin e tij, domethënë, dhe e bart fjalën la ilaha illallah, peshon tek Zoti më shumë se sa dynjaja me çka në tërë. Me të gjitha krijesat që nuk e besojnë Zotin e gjithësisë, dhe sikur të jenë 10 fishi i tyre dhe sa dushti me thonë. Pejgamberi i Zotit na ka treguar se në ditën e gjykimit ka me ardhur dhe ka me qëndruar para Allahut një person, ai që njihet ndryshe me 99 libra të zi, ku largësia ose gjatësia atyre librave është aq sa ka plan shikimi i njeriu. Pra sa larg shef një njeri normal, aq të mëdhenj janë. Dhe kur sillen përpara Zotit të gjithësisë dhe Zoti i kërkon këtij personi, domethënë që ai pohon, ai pranon, dhe ta pranojsh gabimin, ta pranojsh fajin, edhe kjo është mirësi. Thotë i pranoj. A ke ndonjë vepër të mirë me të cilën mund të shpresojsh sot? Jo, Zot, thotë nuk kam. Dhe thotë Zoti i gjithësisë, pra do thojë Allahu, thotë pejgamberi alayhis salam, silleni kartën, e ka quajtur bitaka, për një kartë vogël, një copës letër të vogël. Silleni kartën. Dhe sillet thotë karta si diçka që shndrit. Dhe i thotë Allahu xhelle xhelalu, si mendon? Çka më bë, thotë o Zot, kjo fletë e vogël, kjo kartë, krahas gjithë këtyre librave, domethënë kaq të mëdhenj. Dhe urdhëron Zoti i gjithësisë të vendoset në peshore. Dhe kur vendoset në peshore, aty gjendet fjala la ilaha illallah. Dhe peshon ajo dhe i ngren të gjitha 99 librat me veprat këqija. Normalisht ky nuk është një argument se personi i cili domethënë thjesht beson Allahun të bëjë çfarë do, jo vëllezër, jo. Po ky është një argument që flet për rëndësinë e fjalës la ilaha illallah dhe nuk është motivim për rrugën e keqe, asesi. Thonë e keqja është e keqe, qofsh besimtar, qofsh jo besimtar, të keqe si thuhet e keqe. Dhe e keqja ke besimtari sërish nuk e justifikon atë. Por ke besimtari vlen më shumë ti besimin. Ndaj dhe në rastin e Bilalit, pra pasi dështua me gjitha këto forma, vinë tek pejgamberi dhe i propozojnë pikërisht këto dy gjëra. Dhe shpall Allahu xhelle xhelalu rregullin deri në ditën e Kiametit. Kul ya ayyuhal kafirun. Thuaj o ju pa besimtar. La a'budu ma ta'budun. Unë nuk besoj ato që ju besoni. Nuk bëhem me ty, domethënë që hajtë se të jemi bashkë, të bashkohemi. E keni dëgjuar shpesh termin domethënë tolerancë fetare që trumbetohet më të madhe në kohët tona. Toleranca fetare. Tolerancë fetare do thotë që ti të gëzojsh besimin tënd dhe ti je krenar për besimin tënd, ai tjetri i kujdo besimi qoftë, ai ka besimin e tij, ti e respekton për njëri dhe ai të respektojë, por ne nuk themi domethënë sepse dhe të tjerët nuk e thonë dhe besimet e tjera nuk e thonë, dhe ka ardhur koha që këto gjëra duhet thuhen lirshëm, pa teklif, pa ndonjë vështirësi të madhe. Ne nuk themi domethënë se ai që nuk beson sipas asaj që ka ardhur pejgamberi alayhis salam, hasadata e fut Zoti në xhenet ose në parajs. Çfarë xheneti, çfarë parajse? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, nuk dëgjon për mua ndonjë hebre apo i krishterë dhe nuk beson profecinë time, vetëm se zjarri i xhenemit e pret atë.
Pse ti pret se një besimtar i një besimi tjetër të thojë për ty se ti je besimtar dhe se ti do të hysh në xhennet, ka rëndësi, domethënë ka ardhur kohë që këto gjëra ti themi lirshëm. Nuk adhuroj ato që ju adhuroni, edhe ju nuk adhuroni ato që unë adhuroj, dhe kur nuk do të adhuroj ato që ju adhuroni, ju keni fenë tuaj dhe unë kam fenë time. Ky është parimi i besimtarit. Kjo është shpall pejgamberit alayhi salatu wassalam. Me këtë mbyllet kapitulli përfundimisht i asaj që quhet ndryshe përballja deri diku, edhe me këto tortura, domethënë, edhe me këto tortura që ne përmendëm, deri diku, domethënë kanë qenë akoma si metoda thuajse pajësore, për të ardhur në një grad tjetër, që është grada e torturave të vërteta, të izolimit, të burgosjes, sikurse do ta përmendim inshallah nëse Zoti na jep ymër në javën që vjen, me shpresë Allahu xhel xelalu, lutem ty madhnushmi Allah na falë, na mëshiro, na pajisë Zot në moral të lartë të Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam, na bëj jetën të lehtë, na mundësot ta vëmë atë në shërbim të fesë tënde, na bëj vdekjen të lehtë, na mundësot Zot të vdesim me dinjitet dhe shahadet. Lutem ty madhnushmi Allah për mbar muslimanët kudo që ata janë, kudo që ata ndodhen, e veçanërisht ata të Palestinës, dhe kudo të rrezohet siguria e muslimanëve, veçanërisht populli i Gazës, o Zot ndihmoju atyre kundra armikut tënd, o Zoti i gjithësisë, bëjë të qëndrueshëm në fenë tënde, ndihmoju dhe derdh mbi ta mëshirën tënde. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.